Po dëgjoj këto lajmet që operatorët e hidrokarbureve në këtë vend do të rrisin brenda 48 orëve çmimin e naftës kryesisht me 20 lekë dhe rritja mund shkojë deri në 40 lekë. Pra, do prekin edhe një herë limitin e 200 lekëve ose 2000 lekëve. Shikoni që ngjarjet në lindjen e mesme, lufta atje, përhapja në vendet e tjera arabike për te Iranit, prodhuese, blerën kushtitës së Hormuzit, ku kalon trafiku i hidrokarbureve, naftës dhe gazit, patjetër do të kishte një impakt në çmim, por që ky impakti përkthehet ose vjen në Shqipëri brenda 48 orëve, ky është nam. Shikoni, çmimi i naftës është fiksuar në 173 lekë prej një viti. Një vit që nuk ndryshon. Kjo historia që këta shesin në tregun e brendshëm me çmimin e bursës është një tallje, nuk po e them çfarë tallje është, po është një tallje shumë e madhe me gjithë ne që paguajmë naftën, apo benzinën, apo gazin tek këta operatorë. Ndryshoi euro në një vit. Ndryshoi edhe çmimi i naftës në një vit. Po 173 lekëshi nuk lëvizi. Tani, brenda 48 orëve, do ndryshojnë këta çmimin, kjo është, po e përsëris nam. Dua të kujtoj që këtë shqetësim me ngrita sot, e ndava sot me kolegët e mi në Partinë Socialiste në kryesinë e saj. Dhe natyrisht dua të sjell në vëmendje të tyre e të gjithëve që bordi për administrimin e çmimeve të hidrokarbureve i përdorur gjatë kohës së luftës në Ukrainë nuk është shpallur antikushtetues. Gjykata kushtetuese ka bërë një ndryshim krejt formal në atë akt normativ, por bordi është kushtetues dhe akti është kushtetues. Kur abuzimi ulë re, patjetër që kundër masa ndaj abuzimit duhet jetë e shpejtë dhe efektive.